transportit publik urban, transport këtë cilin Ministrin e Detyri, Infrastrukturës, Hysén Durmishi, dje ka njoftu se planifikojnë ta subvencionojnë, madje ka publikuar dhe shpalljen për aplikim për subvencionim të linjave, të cilat parashihet që nga Mitrovica e Jugut të bartin qytetarët në autobus në pjesën e veriut të qytetit në të 4 komuna, duke përfshirë këtu pra Mitrovicën e Veriut, Zveçanin, Zubin Potokun, si dhe Leposavicin. Do të ketë pra bartje deri në pikën në Bërnjak e në Jarinje, dhe përveç kësaj edhe në Zveçan qytetarët do mund të shkojnë të vizitojnë edhe fshatin Banjsk, i cili është një prej fshatrave të thella të Veriut. E përveç kësaj do të ketë linja të organizuara të transportit publik edhe për në fshatrat shqiptare, siç është Zhazha e Ceraja dhe Bistrica në veri të Kosovës. Fshatra këto cilat janë fshatrat e fundit shqiptare të banuara, ku ka pra një numër serioz banorësh, e që ky është një lajm i mirë shumë për ta, me që deri tash s'ka pasur as edhe një herë pra linja të transportit të cilat kanë dërguar për atje, madje duhet theksuar që as brenda Mitrovicës së Jugut, në për disa zona më të largëta dhe periferike, ende nuk ka transport të organizuar, po flas transport publik, me që ka transport privat nëpërmjet kombive ose taksive, mirë po ende nuk ka transport publik të organizuar për pikërisht këto zona të jugut të qytetit. E ky me mos është një lajm i mirë, i cili do ta shtojë besoj edhe turizmin, me që qytetarët që do të vinë nga komuna të tjera për ta vizituar Mitrovicën do kenë mundësinë që nëpërmjet transportit publik ta vizitojnë edhe pjesën e Veriut pa as edhe një problem të vetë. Mirë shumë, pas këtë dhe arsyet tjera, pra pas ka dhe mënyra tjera se si të lidhet Mitrovica e Veriut dhe Jugut, jo vetëm nëpërmes këtyre urave që jemi duke i pa. Absolutisht kjo është një mënyrë goxha e mirë për me i lidh qytetin, po si se keni pa besoj edhe dje, e kemi pas edhe për urimin e urës së fundit të ndërtuar tash, që është ura 77 mbi Ibër, duke përfshirë tërë territorin kushtrijet Ibri, pra jo vetëm në Republikën e Kosovës, e që është ura e tretë që ndodhet në pjesën qendrore të qytetit, përfshirë urën e re që u ndërtua pra për lëvizjen e makinave dhe atë që dje u përrua që do i shërbej ekskluzivisht vetëm këmbësorëve. Është një prej urave më të bukura në rajon dhe një prej urave më të gjera të shfrytzueshme në mbar rajonin në Kosovë. Definitivisht duhet me patjetër me ardhur urallë me vizitu Mitrovicën. Kallëzoj nisi dje. Okej, në një prej vikendeve, jo këtë vikend, ndoshta atë vikendin tjetër, ose ndoshta e lejojmë për vitin e ardhshëm. Gjithsesi kur të dani, ndoshta vitin e ardhshëm. Ndoshta vitin e ardhshëm, po e rëndësishme është që Mitrovica me të vërtetë po bëhet bukur, mbas asaj që po raportohet, sidomos me këto urat, sheshet, hapësirë për komsor me ecë, tash edhe autobusi anek, kështu që shumë mirë, suksese juve atje. Faleminderit shumë. Jemi lodhur të raportu për ngjarje negative dhe këto lajme vedëmos që janë një hap jashtëzakonisht pozitiv dhe i mirë për Mitrovicën, edhe e ndryshojnë pak edhe imazhin e qytetit, i cili për vitet të tona ka qenë goxha i zymt. Shumë. Mirë, Ural, edhe një pyetje kam, kur jemi tek trafiku urban, është paraparë se kur do të lëshohen linjat apo jo? Nuk ka pasur asgjë në lidhje me këtë program. Sa s'ka lutem raporto edhe gëzona, tash si iniciativë se di ku del kjo punë. A është ma shumë premtim elektoral apo? Urojmë të mos jetë i tillë nëse. Unë po besoj fuqishëm që është interesim serioz me që është publikuar dhe shpallja. E uroj që të mos anulohet edhe të vazhdohet tutje procedurat deri në fund në mënyrë që Mitrovica me vërtet ta gëzojë një mundësi të tillë që unë konsideroj që është një mundësi goxha serioze dhe goxha e artë për shumë qytetarë që nuk i kanë vizituar as edhe një herë fshatrat e thella veriore në Kosovë, ta kenë mundësinë të shkojnë dhe të shohin ato. Faleminderit shumë për këto informacione, Ural, përshëndes. Një faleminderit të juve, shihemi nesër. Do takohemi gjatë ditës së nesërme apo në mëngjesin e nesër me Ural, ndërka që shkoha e Pejës, shkojmë atje tek